Kundo. Përpara Ronaldos, ka një lojtar që ka bërë 4 gola në 4 kupa të ndryshme bote. Jo, s'ka rëndësi sa ka bërë. Ka shënuar gola në 4 Po edicione. ka bërë gola në 4 edicione pra, në 4 kupa. Pele nuk është. Pse nuk është Pele? S'ka bërë gol në 66. E sigurisht s'ka bërë në 66? Po s'luajtin që u vra. U vra në ndeshjen e dytë të 66, por nëse para ka bërë. Po. Kundër Bullgarisë. Sa më. Të thuj se mamë, Pele, 58, 62, 70. I se ka jote mbaroj. Një kuriozitet ka unë, qa bëni unë, keni në i qip tje fusti kërë? Ti shikon. Është pasion. Ne se do kalim të kalbi se do diskutojmë gjatë me Albin për çështjet e marketingut të tjera. Si të dhe, ti nuk je normal. Sigurisht që memoria është 70% e punës. Por më besoj një gjë, ti lidhësh faktet, në një rekord, ti analizosh, ti komentosh me veten tënde dhe tarisht të përfundimit ti e di shumë mirë që është shumë e vështirë. Patjetër. Dhe ne kemi pas, unë të konkursin 94, ku marr pjesë, kam pas një pyetje që me 10 pyetje që unë duhet të të bëj aty, duhet të gjeja dhe ja bëra edhe këtë reflekt i gjeti. Për shembull, duhet të gjej çfarë lojtari, ore nga mijëra lojtarë që kanë luajtur në kupat e botës, unë brenda 10 pyetje do të gjej çfarë lojtari ke në mendje. Gjegj është i papartë kjo. Po, Gjegj është i papartë kjo. Mënyra se si ti duhet të ndërtosh pyetjet, përdorësh gjithsa ose disa dhe, domethënë teoria për jashtimin dhe bëhet si hing. Dhe mund